Mbrëmje ishte Halloweeni, nata e shtrigave, nata e shpirtrave të rikthyer të të vdekurve, macave të zeza, errësirës dhe çdo gjë të frikshme. Kjo fest viteve të fundit po festohet edhe në Kosovë, ndërkaq në botë është bërë një garë se cili kustum i VIP-ve është më i bukuri. Por si na gjeti këtë herë kjo fest, kush u duk më shtrig e kush më shtrigan, e ndjekim bashkë materialin e përgatitur enkas për ju. Kunguj të ndriquar, rjeta me rimangash, skelet e kostume shtrigash janë simbolet e mbrëmjes më të frikshme të vitit. Halloween sot radhitet si festa e dytë pas Krishtlindjes në botë. Përpos karaktereve të ndryshme që shfaqen, kjo natë është ndruar edhe në garë për personazhet e ekranit. Një kujdes të veçantë për maskën e 31 tetorit i kanë kushtuar edhe artistët tanë. Agnesa Vuthaj, e cila ka fituar kurorën e më të bukurës, vendosi që të premten të shfaqet ndryshe. Mua po më qeshet shumë, po mundona me qenë serioze, sepse me këtë grim po më duket që për shtatit ma shumë me o duk sikur po friksona, se sikur po friksoj dikan, mirë po prapë s'po mundem pa qeshë. Festimi i kësaj nate shtrigash, Agnesën e gjenë të shumtën e rasteve me obligime të punës. Sa herë që ka qenë Halloweeni, gjithmonë me datën 31 tetor, gjithmonë e kam një aktivitet të rëndësishëm, e kam një xhirim, e kam një punë që asnjëherë s'mu ka bë puna me dalë, mirë po kisha pas shumë dëshirë me dalë një herë, e maskuar edhe mos më vrej që jam unë. Me afrimin e mesnatës, shtrigat e shtriganët pushtuan klubet e krye qytetit. Në mes tyre edhe shumë emra të rëndësishëm të ekranit shqiptar. Femrat e skenës muzikore janë ato që gjatë gjithë vitit kujdesen për të dukur sa më bukur. E të premten, ato kishin investuar që të dukeshin të frikshëm. Sonte për Halloween, që kemi po pak si traditional viteve të fundit Prishtinë. Sonte me një masterpiece nga Vjosa Mitajcena, grimerja me cilën bashkëpunoj. Zdi kush është që aja atë. Kështu që jemi dalë nuk mash, kozi nuk më ka bërë shëshni sot. Dhe në moment fundit më ka premtu që kom masku dhe nuk kom masku. Ideja ka qenë si Black Widow, Marimong. Unë për vete nuk është kom eksperimentu shumë, vitin e kalum vitin e kalum skandal faktikisht, po para disa viteve kam qenë si vdekja. Komplet e zezë, e mbulume me zezë, edhe ka qenë shumë e frikshme. Shejla kështu është zakonisht e thjesht, një jetën e përditshme. Në ascensor ishte një djalë, domethënë pak kështu si Scarface, fytyrë horrori. Interesant, biles kam edhe një foto, nuk e di a mundeni ta kapni edhe juve në kamerë. Ja ky djali këtu. Kjo më duk pak interesante, domethënë, nga që kam parë deri tani. Ndërsa meshkujt e diskografisë shqiptare, këtë natë nuk patën as edhe një shenjë të Halloween. Për shkak se të konsideroj si natë të zakonshme, pasi si nuk i gjykoj keq njerëz që e bajnë, thjesht mendimet e tyre, lezetshme, pa për tyre që duken shumë lezetshme, dhe këto shoh, qenë me maska, me ndruat të përditshme. Nuk jam dalë për ndonjë arsye që Halloween sot, pata plane me dalë shumë më herët, edhe dola pa maskën se kom preferu kur kjo maska jam. Edhe pse së fundmi Rita Ora është faqur si një merimangë e zezë, të premten ajo u shndrua në një Barbie. Në anën tjetër, Genta Ismaili u shfaq si një mjedh e zezë. Aurela Gaçen ndërroi gjinim për këtë natë, ajo u bë si kolegu i saj, Endri Prifti. Afërdita Dreshaj dhe i dashuri i saj veshën kostumin e karaktereve të filmit The Incredibles. Macën për 31 tetor e zëvendësoi Gjira Kajtazi. Ndërsa Lyrical Sun dhe Bebe Rexha u shfaqën në kostumin e policëve. Megjithatë, një pjesë e mirë e estradës 31 tetorin e kaluan si një datë të zakonshme, duke mos u maskuar e as shijuar natën e Halloween.